Përshëndetje të nderuar zonja dhe zotrim, përshëndetje të dashur miq. Ja ku po ritakohemi sërish të ditën e sotme me mua Tirona Lilin, pikërisht këtu në kanalin ton Monitor TV, për të nisur maratonën ton të gjatë të komentimeve. Ju uroj një herë të kaloni të gjithë një ditë të bukur, ju uroj të gjithëve një ditë pozitive dhe me energji shumë të mirë. Shpresoj që të argëtoheni sa më shumë dhe të jepni më të bukurën nga vetja e juaj. Këtë ditë do ta nisim me dashuri, këtë ditë do ta nisim me pozitivitet. Me thënë të drejtën, unë si gazetar, unë vdes për këto momentet e bukura familjare dhe sidomos për këtë momentin që unë do ta sjell tani. Dua të ndaloj të flas pak për Mateo Borin, për Brikena Selmanin dhe për marrëdhënien e tyre, për lidhjen e tyre, për dashurinë e tyre. Ju e dini shumë bukur që Mateo dhe Brikena pas gjithë lodhjes, pas gjithë vështirësive që kishin në procesin sportiv, vendosën që të ikin, të largohen diku larg çdo njeriu vetëm e vetëm për të qëndruar bashkë me njëri tjetrin, për të kaluar momente të bukura, për t'u argëtuar. Por kot nuk thon, momentet e bukura zgjasin pak, do me thënë në jetë momentet e bukura janë pothuajse një çast i vetëm që ne mundohemi t'i ruajmë fort në kujtimet tona, por ato ditë, ato minuta, ato orë kalojnë menjëherë. Dhe të tilla u kaluan pushimet Mateos dhe Brikenës. Përzjodhen që të ikin drejt Turqisë, përzjodhen që të ikin drejt Ulqinit, herë në Kosovë e herë në Shqipëri. Tani dyshja ka vendosur pak që të qëndroj pranë njerëzve të dashur, pranë familjarëve. Ku ka më bukur raporti bab edhe bir. Mateo ka treguar gjithmonë edhe në shtëpinë e Big Brotherit që nga jeta ka marrë vetëm dashuri, nga jeta ka marrë vetëm pozitivitet. Dhe në fakt është një shkollë shumë e bukur e prindërve të Mateos që fëmijëve të tyre, në këtë rast dy djemve edhe vajzës, i kanë falë vetëm dashuri të mirë dhe gjatë kohës kur Mateo fliste për jetën, për të kaluarën e tij, për gjërat e jetës, Mateo tregonte vetëm momente të bukura dhe vetëm momente pozitive nga prindërit e tij. Pikërisht kjo fotografia tërhoqi vëmendjen e madhe të publikut, ku Mateo natën e mbrëmshme kishte preferuar që të darkoj me babain e tij, zotëri Sashën, në një nga restorantet ku dyshja ka vendosur që të relaksohet dhe të kaloj disa çaste të bukura, siç duket po çmalleshin me njëri tjetrin. Shoh një Mateo realisht shumë të lumtur, një Mateo shumë të gëzuar, një Mateo shumë pozitiv, një Mateo me një energji të jashtëzakonshme, që do të thënë dëshiron që në të gjitha format e jetës së tij të kalojë mirë, dëshiron që të argëtohet, dëshiron që të kënaqet. Shoh një baba në krah që ndihet krenar, zakonisht arritja e një prindit dhe fitoria e një prindit është pikërisht kur fëmia të bën që të ndihesh krenar, dhe në këtë rast unë jam shumë i bindur që Mateo ka bërë krenar babain e tij sepse do një shqiptar i tjetër dhe pash atë lumturinë që unë në fakt dua ta shoh tek të gjitha familjet shqiptare, do të thënë tek të gjitha familjet të mrekullueshme që dinë të na dhurojnë emocion dhe dinë të na dhurojnë dashuri. Shpresoj që Zoti gjithmonë t'i bekoj në këtë formë. Tani nga ana tjetër, pyetje të shumta kam patur nga publiku, Tiranë ku është Brikena, çfarë bëhet me Brikenën. Brikena ka vendosur që disa ditë të ndajë në Prishtinë në apartamentin e saj. Brikena ka filluar tashmë të jetë edhe një influencere goxha e suksesshme. Ajo pas të gjithë qetësisë dhe pushimit që bëri, tashmë është fokusuar tek puna dhe po investon në punën e saj, do me thënë po investon në rolin e influencueses vetëm e vetëm për të marrë atë dashurinë, atë respektin dhe për të ardhur te publiku në një formë krejtësisht ndryshe. Do me thënë Brikena është duke punuar drejt kësaj faze. Do me thënë aktualisht po merret me Instagramin e saj dhe me reklama të cilat
me patjetër i shkojnë Brikenës në apartament dhe Brikena i reklamon. Do të thënë, nuk ka bërë reklama me lëvizje, janë të pakta reklamat me lëvizje, por të gjitha i ka pas pothuajse në apartament. Do të thënë, çifti Briteo, çifti më i dashur i vitit, le ta themi, po kalon momente shumë të bukura, po kalon çaste fantastike, po kalon çaste me energji shumë pozitive. Në njërin kënd Mateo që po kënaqet dhe po argëtohet me familjen e tij, me tjatin, me njerëzit e tij të afërt, me miqtë e tij të zemrës që nuk i ka takuar për javë të tëra, për muaj të tëra, sepse kanë qenë goxha të angazhuar dhe kanë patur goxha angazhime. Dhe nga ana tjetër, do me thënë, kemi Brikenën, e cila tashmë është fokusuar tek pjesa e Instagramit dhe tek roli influenceres për të ardhur më fuqishëm edhe gjatë muajit shtator. Pyetja më e madhe në fakt që mua më është shtruar është kjo, Tiranë, çfarë do të kemi të reja nga ky çift, të reja nga çifti kemi plot, por e reja më e fundit mendoj unë është dashuria e tyre. Megjithatë që kjo dashuri do të përfundon dhe në kuror, do të përfundon dhe në gjëra më serioze, sepse aty ku ka dashuri të vërtet lindin dhe këto gjërat e tjera. Dhe me thënë drejtën nuk e dyshoj fare që Brikena dhe Mateo do të jenë ndër çiftet më pozitive dhe ndër çiftet më energjike, dhe shpresoj që gjithmonë t'ju shkoj marrëdhënia, t'ju shkoj dashuria dhe t'ju shkoj lidhja e tyre e bukur në këtë formë. Do me thënë, çifti aktualisht janë të ndarë me destinacione. Brikena ndodhet në Prishtinë dhe Mateo ndodhet në Shqipëri, por kjo nuk do të thotë që Brikena për shembull sot nuk do të mund të udhtoj për Tiranë. E shikoj që e ka shumë të vështirë të qëndrojnë lart njëri tjetrit, sepse kimia që ka ndërtuar, pozitiviteti që ka ndërtuar, energjia e mirë që ka ndërtuar për njëri tjetrin i bën që të jenë pak më të ëmbël me njëri tjetrin dhe më luftarak në fakt, për të parë atë energjinë e bukur, për të parë atë dashurinë që din të falin Mateo dhe Brikena. Këto janë të rejat më të fundit të rreth dyshes. Unë uroj me zemër që gjithmonë, do me thënë, gjërat ju shkojnë në këtë formë. Uroj me shpirt që gjithmonë në mesin e tyre të kenë dashurinë, të kenë triumfin e buzëqeshjes, të kenë triumfin e marrëdhënies dhe të jenë të lumtur e të bekuar me energji të mirë dhe të na falin gjithmonë këtë pozitivitetin siç na kanë falur. Do të thënë, Mateo dhe Brikena njihen për energjinë e tyre dhe për dashurinë, gjë e cila do t'i afron edhe më së shumti tek publiku. A do ta shohim Brikenën nuse? Mendoj që këtë verë jo, por ndoshta në verën tjetër, nuk i dihet, në një fejesë e bukur tradicionale, por fejesa pritet që të ndodhen pikërisht këto muaj, shkaku edhe i rikthimit të familjes së Brikenës në Kosovë. Unë ju përshëndes të gjithëve, vazhdoni më ndiqni me subscribe në kanalin Monitor TV për të rejat më të fundit, për ngjarjet më interesante nga jeta e personazheve publik. Gjithashtu, shkruani edhe në komente atë se çfarë ju mendoni.